3 gabime që po i dobësojnë fuqinë motorit të makinës suaj pa e kuptuar. Shumë drejtues mjeti e ndjen që makina nuk ka më të njëjtën forcë si më parë. Për shpejtimi është më i dobët, konsumi rritet dhe reagimi i motorit nuk është i menjëhershëm. Para se të mendoni për defekte serioze, kontrolloni 3 faktorë bazë që shpesh neglizhohen. Filtri i ajrit i bllokuar dhe zgjedhja e një filtri jo cilësor. Motori funksionon mbi bazën e një përzierje të saktë ajri dhe karburanti. Nëse filtri i ajrit është i ndotur ose i bllokuar, motori mbytet dhe nuk merr oksigjenin e mjaftueshëm për djegje efikase. Por ka edhe një problem tjetër, përdorimi i filtrave të lirë dhe jo cilësor. Një filtr i dobët nuk filtron siç duhet pluhurin dhe papastërtitë. Bllokohet më shpejt. Mund të lejojë grimca të dëmshme të hyjnë në motor. Ndikon negativisht në performancë dhe jetëgjatësi. Sugjerim: ndërroni filtrin çdo 10.000-15.000 kilometra ose më shpesh në zona me pluhur. Zgjidhni gjithmonë filtr ajri të cilësisë së mirë nga marka të njohura ose origjinal. Diferenca në çmim është e vogël, por ndikimi në performancë dhe mbrojtje të motorit është i madh. Sensor të lodhur kur elektronika nuk jep sinjalin e duhur. Makinat moderne varen nga sensorët për të rregulluar përzierjen ajër-karburant. Sensor si sensori lambda apo sensori i temperaturës ndikojnë drejt për drejt në fuqinë e motorit. Kur këta sensor ndoten ose konsumohen, motori humbet performancë. Rritet konsumi. Puna bëhet e paqëndrueshme. Mund të ndizet drita check engine. Bëni kontroll diagnostik periodik. Pastrimi i sensorëve kur është i mundur ose zëvendësimi i tyre në kohë rikthen efikasitetin dhe kursen para në afatgjat. Karburanti i dobët, dëmtimi që nuk shihet menjëherë. Karburanti i dobët, dëmtimi që nuk shihet menjëherë. Humbje fuqie. Trokitje në motor. Bllokim të injektorëve. Probleme në sistemin e furnizimit. Sugjerim: furnizohuni në pika të besueshme dhe shmangni karburantin e dyshim. Përdorni her pas here aditiv për pastrimin e sistemit të injeksionit dhe mos e mbani rezervuarin vazhdimisht pothuajse bosh. Shumë herë dobësimi i motorit nuk është problem i madh mekanik, por rezultat i mirëmbajtjes së pakujdesshme. Një filtr ajri cilësor, sensor në gjendje të mirë dhe karburant i pastër mund të bëjnë diferencën mes një makine që lodhet dhe një makine që performon siç duhet. Kujdesi i rregullt është çelësi për fuqi, ekonomi dhe jetëgjatësi të motorit tuaj. Faleminderit.